Ka ndonjëherë edhe ulemaja kanë pas nevojë me u konsultu edhe me u këshillu me njerëzit. Tregon për Ahmed ibn Hanbelin se kur e kanë marrë me quhe për me sprovu që me thonë edhe ai çish më thot Mejmuni, ka thonë vallahi nuk pyetutna vdekjes. Për ata që se mpresin me shfatë dhe vdesë dhe inshallah Allah im shpërten. Pas nuk pyetutna burgit. Për ata që se as të shtëpia ime nuk i kam ma mirë. Edhe të shtëpia ime që shto flejnë për toke, su të shka flejnë burg. Po pyetutna kam gjikit. Se ndoshta më rrehen e nuk muj me duru, e atërë kur nuk muj me duru e bin fitne dhe thamë që ta shka zdo me thonë. Ati në burga konë një hajë, i cili 100 herë ka provu kam gjiki. I ka thonë, Ahmed, më si kitër. Se vallahi veç atë dy shumët e para të dhamin, ato qerat masarin në dhamin, heq në gjinim. Thot vallahi, kër ma tha ki hajni, këtë lafë, thot më do këse më shlur për burgit kretë. Ka dhe një herë, edhe prej hajni, njeri u mëson një menqëri. Dhe thot alim i alimave, i cili a konë shëmbutyri muslimanve, po kur ka arda i hajni, i cili ka provu kam gjik, njeri herë disa herë, dhe thonë ima, musulman në marat. Pse se edhe si të rrejhe me kam gjik, i parit, nga mi dyti, i treti ma nuk e një heq, thot mu do sukur me mliru prej burgut. Për këtë që pra njeri u ka nevoj, me morë të thot për voj, prej atyre të cilet janë ekstrem. E mos klasim të thot për dinin e Allahut azza wa jall. Kemi nevojë të thot me i konsultu të thot ulemat edhe ekspertat e dinit të cilët të thot mas mirë të njohin këtë fejë.